Duke vazhduar traditën e solidaritetit dhe mbështetjes për kategoritë e rrezikuara sociale, Dauti Commerce sponsorizoi një iftar për 150 persona në kuadër të aktivitetit humanitar Sofra e Iftarit, të organizuar nga shoqata humanitare Asociacioni Kulturna Roma. Përgatitja e eventeve të kësaj natyre kërkon angazhim, por sipas menaxherit të Food and Catering, Ibrahim Zeneli, kjo punë shpërblehet me kënaqësinë e të parit të njerëzve që ndajnë së bashku një vakt të bekuar. Përgjegjësia sigurisht është e madhe. Kjo punë, ky angazhim don një mirë organizim brenda në kuzhinë, duke filluar nga menaxheri i kuzhinës, teknologu, kuzhinierin kryesor dhe ndihmësët kuzhinier deri te transportuesit, më sakt nëse duhet të jemi edhe më të sakt deri te ato që do ta shërbejnë, ta finalizojnë këtë përgatitje, këtë lloj përgatitje. Zakonisht përgatitjet e iftareve nuk dallojnë nga ato përgatitjet e përditshme të cateringut që i kemi, 3 deri në 4 orë maksimum, varësisht prej numrit porosive që e kemi. Zakonisht komentet janë pozitive. Kemi brenda komenteve normal ne pranojmë edhe kritikat, nga të cilët ne vazhdimisht përmirësohemi. Për Dauti Commerce është shumë e rëndësishme që të jetë pjesë apo të jetë afër e kategorive të rrezikuara sociale. Nga ana tjetër, Yalçin Hasan, përfaqësuesi i shoqatës humanitare, e cila është themeluar që nga viti 1992 me misionin e mbështetjes së kategorive më të ndjeshme të shoqërisë, shprehu mirënjohje për këtë kontribut të kompanisë Dauti Commerce. Pošteno čest mi predstavува во овие рамазански денови ифтарската софра да ја делам, прво да кажам, со колеги, пријатели, познаници, блиску луѓе, благодарноста припаѓа прво со Dauti Commerce. Они гледат како една хумана страна од донациите, организаторите, многу се радосни, нормално да ја споделат, да се споделува рамазанската софра. Ифтарската софра ни возможува да станеме поблиски колку еден дел од семејството. Kompania Dauti Commerce mbetet e përkushtuar në misionin e saj për të përkrahur shtresat e ndjeshme në shoqëri, duke dhënë një kontribut të vazhdueshëm për përmirësimin e standardit të jetesës së qytetarëve. Solidariteti dhe përgjegjësia sociale janë vlera thelbësore të kompanisë, të cilat reflektohen në çdo iniciativë të ndërmarrë për të mbështetur komunitetin.